Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë sot thirrje zyrtare për pjesëmarrje në marshin e dytë protestues, i cili do të mbahet shtunën në Tetov, si reagim ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit për emërtimin e rrugëve dhe rikthimin e emrave të vjetër. Në një konferencë për media nga BDI theksojnë se protesta do të jetë paqësore dhe qytetare, me qëllim mbrojtjen e marrëveshjes së Ohrit, rendit kushtetues dhe sigurisë juridike. Të shtunën fillon rezistenca qytetare për mbrojtjen e marrëveshjes së Ohrit. Tetova do të bëhet vendi ku mijëra qytetarë do bashkohen në një protestë mbarkombëtare, paqësore dhe dinjitoze, për të mbrojtur rendin kushtetues, sigurinë juridike dhe parimet për një çerek shekulli kanë qenë garantuar paqen, stabilitetin dhe partneritetin ndëretnik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Vendimi i gjykatës kushtetuese për emërtimin e rrugëve në Tetov është ngjarja që mobilizon këtë reagim qytetar, por shqetësimi i qytetarëve është shumë më i gjerë. Për një periudhë të gjatë është krijuar bindja se po zhvillohet një proces i vazhdueshëm i dobësimit të mekanizmave që burojnë nga marrëveshja e Ohrit. Çdo zhvillim i veçantë ka shtuar pasigurinë. Të marra së bashku, ato krijojnë një pamje që kërkon reagim qytetar. Prandaj është e rëndësishme të rikujtojmë fakte. Këshilli i Komunës së Tetovës miratoi vendim për emërtimin e rrugëve në përputhje të plotë me ligjin dhe me shumicën e dyfisht, sipas procedurës së paracaktuar për çështje të tilla. Vendimi u dërgua qeverisë. Qeveria nuk u përgjigj brenda afatit ligjor. Ligji për vetë qeverisje lokale është i qartë. Mosveprimi i qeverisë brenda afatit prodhon efekt juridik dhe konsiderohet miratim i aktit të komunës. Për të shmangur çdo dilemë procedurale, Këshilli i Komunës miratoi edhe një herë të njëjtin vendim. Edhe pas këtij votimi, qeveria nuk ndërmori asnjë veprim. Edhe kësaj here, heshtja institucionale prodhoi efektin juridik të parashikuar me ligj. Për 20 vjet, ky akt ishte pjesë e rendit juridik të shtetit. Më pas, gjykata kushtetuese vendosi ta rihap këtë çështje. Gjatë procedurës, gjykata kushtetuese kërkoi sqarime dhe dokumentacione nga Komuna e Tetovës. Komuna nuk u përgjigj kësaj kërkese dhe nuk e mbrojti juridikisht vendimin e saj. Mungesa të këtij reagimi institucional ka pasoja serioze dhe kërkon përgjegjësi. Vendimi i gjykatës kushtetuese krijon një precedent me rëndësi kushtetuese. Për herë të parë vihet në diskutim një akt që ka prodhuar pasoja juridike për 2 dekada. Kjo ngre shqetësime legjitime për siguri juridike dhe për mënyrën se si mund të trajtohen në të ardhmen çështje të tjera që lidhen me marrëveshjen e Ohrit. Në periudhën që vjen, gjykata kushtetuese pritet të vendosë edhe për ligjin e përdorimit të gjuhave. Qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë që këto procese të zhvillohen në bazë të kushtetutës, të marrëveshje politike që kanë garantuar paqen dhe të parimit të sigurisë juridike. Protesta e shtunës është një thirrje për përgjegjësi institucionale, për respektimin e rendit kushtetues dhe për mbrojtjen e marrëveshjes së Ohrit, si themel i bashkëjetesës dhe i orientimit euro-atlantik të vendit. Ftojmë çdo qytetar që beson në këto vlera të marrë pjesë në këtë mënyrë paqësore, dinjitoze dhe me përgjegjësi të veçantë. Historia e çdo shteti ka momente kur qytetarët vendosin të mbrojnë parimet mbi të cilat është ndërtuar ai shtet. Besojmë se shtuna do të jetë një prej atyre momente.